Një aksion i befasishëm është zhvilluar në burgun e fushkrujes nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në kuadër të kontrolleve për forcimin e sigurisë dhe disiplinës në institucionet e vuajtjes së dënimit. Kontrolli ka nisur të mërkurën rreth orës 17:30 minuta dhe ka përfunduar në orën 19:30 minuta. Gjatë operacionit, autoritetet kanë ushtruar kontrolle të imtësishme në ambientet e burgut, ku janë konstatuar dhe sekuestruar disa sende të ndaluara. Sipas njoftimit zyrtar janë gjetur 3 telefona celular, 3 ora të modifikuara me funksion telefoni, mjete të improvizuara të mpreta si edhe sende të tjera të palejuara brenda institucionit. Në reagimin zyrtar, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve thekson se kontrollet do të vijnë me intensitet të lartë në të gjitha burgjet e vendit dhe se nuk do të ketë tolerancë ndaj shkeljeve të rregullave. Çdo tentativë për të cënuar sigurinë, rendin dhe rregullin në institucionet e vuajtjes së dënimit do të goditet menjëherë dhe pa kompromis. Askush nuk është mbi rregullat, përgjegjësia do të jetë individuale dhe institucionale. Toleranca është zero, thuhet në njoftim.